Kështu Perëndia do që t'i marrë njerëzit që janë keq trajtuar dhe janë tallur dhe lënduar dhe abuzuar dhe përdorur dhe t'i shërojë ata. Por ai nuk do që të na shërojë dhe ne të rrim kot e të ndihemi mirë. Ai dëshiron që ne të mësojmë t'u japim njerëzve të tjerë atë që ai na ka dhënë ne. A jeni duke më dëgjuar të gjithë tani? Për të prodhuar fryte të mirë ka diçka të vogël që duhet të ndodhë. Dhe kjo quhet krasitje. Tani, disa degë të egra të çmendura thjesht kanë nevojë për një prerje. Ja se çfarë do të thotë krasitje, do të thotë që kur një pemë fillon të shkojnë në këtë anë, atëherë disa degë duan të shkojnë në anën tjetër dhe dëmton pamjen e pemës. Kështu i krahasitim këto degë. Krahasitja largon gjërat e vdekura apo ato që po shkojnë në drejtimin e gabuar. Bibla thotë se ai është hardhia, ne jemi shërmendet. Dhe çdo shërmend që është në të e nuk prodhon fryte, ai e krahasit, ai e pret, e largon, dhe çdo shërmend që prodhon fryte, ai e krahasit, që të prodhoj fryte më të mirë e më të shkëlqyer. Kështu mua më duket sikur krahasitja është një fakt i jetës, s'mund t'i shpëtojmë. Krahasitemi kur s'prodhojmë fryte. Dhe nëse prodhojmë, Perëndia thot, mund të punoj me këtë njeri, do ta bëj të prodhoj më shumë fryte. Kështu, ndonjëherë, ndërsa Perëndia merret me ne, do të bëj disa rregullime të vogla. Por, për disa nga ne, ka një punë më të madhe që duhet bërë. Forca tani. Disa nga ju duhet të marrin një palë si këto e t'i vendosin në mur diku. Buri im njëherë krahasiti një pemë që kishim në oborin para shtëpisë. Vërtet, unë e dija se du e bërë, por kur u ktheva nga puna, isha shumë e zemëruar kur pash pemën që pothuajse nuk i kishte mbetur më asgjë. A ndjeni sikur jeni krahasitur e pothuajse s'keni më asgjë? Dhe ai më tha, thjesht bëj durim, buri im thot gjëra të tilla, unë nuk them aq shumë sa thot ai. Thjesht bëj durim dhe do ta shohësh vitin tjetër. Unë s'doja një pemë të bukur vitin tjetër, unë doja një pemë të bukur tani. Tani, sa nga ju e dinë se ky është problemi ynë? Ne nuk duam asgjë vitin tjetër, apo pas 5 vitesh. E duam pikërisht tani. Mirë, Perëndia s'punon kështu. Ndonjëherë ai na krahasit përsëri. Si për shembull, ata thonë një pemë pjeshke. Një fermer i mirë që ka një pemtore me pjeshk, nëse pjeshkët janë të mira, në vitin e parë ato prodhojnë një fryt të vogël, fermeri shkon dhe e këput. Vitin tjetër është pak më i madh, e këput dhe atë. Nëse fermeri është i duruar dhe nuk i lë pemët të kenë fryte në 2 vitet e parë, atëherë më vonë do të prodhoj fryte si asnjë pemë tjetër. Forca tani, a e kuptoni çfarë po them, apo më ndiqni? E dini, kur Perëndia më thiri të predikoj, mendova se të nesërmen do të ngrihesha e do të shkoja në gjithë botën. Ndjeva si kur Perëndia tha, ti do të shkosh në gjithë botën të predikosh fjalën, se dija që kjo do të thoshte vite më pas.
Dëgjoni, shumë nga ne Perëndia I ka thirrur të bëjnë diçka, por ata s'duan të ulen e ta lënë atë t'i përgatis ata. Forca, apo I flas dikujt? Ne nuk duam të ulemi e ta lejojmë atë të na përgatis për atë që na ka thirrur të bëjmë. E dini është interesante. Davidi u vajos të ishte mbret 20 vite para se të kurorzohej. Dëgjuat? 20 vite para se të vinte kurorën. Kur Perëndia ju vë diçka në zemër, ju shihni fundin, e shihni si diçka. Wow! Por do të filloj si një fryt pjeshke fare I vogël mbi një pemë dhe Perëndia do ta këpus atë e do të thotë akoma jo. Dhe sigurisht vitin tjetër ne patëm një pemë të bukur në oborrin ton. Dhe Perëndia na do aq shumë sa ai do të na I heq gjërat që janë poshtë nesh e na janë bërë si mbështetëse. Si, kur jeni bebe të krishtera, Perëndia do t'ju jap një 2 miq të mrekullueshëm të krishterë që t'ju mbështesin gjatë gjithë kohës. Po them, sa herë që keni një ditë të keqe, ata do t'jenë aty e do t'ju thonë sa I mirë jeni. Dhe do t'ju profetizojnë të ardhmen. E dini se për çfarë po flas. Dhe pastaj, vërtet ajo që ndodh është se ju mbështeteni tek ata më shumë se sa tek Perëndia. Dhe kështu, ai e rregullon që ata të mos jenë më në jetën tuaj. Dhe nuk e di, ata mund të bëjnë diçka që ju lëndon. Oh, po. Sepse gjatë kohës që ata miq ju mbështesnin, ju fillua të mendonit se ishin, nga ata njerëzit e përsosur që kur nuk do t'ju lëndonin. Dhe e di sepse I kam kaluar të gjitha këto, kam disa histori që po t'ju tregoj ju ngrihen flokët përpjet, nëse nuk ju janë ngritur akoma. Kur kisha grupin e vogël të studimit biblik me gratë në kishën ku isha, kisha takimet e të enjteve, kisha skuadrën time të drejtimit dhe ishin 12 gra. Mendoja se të gjitha ato më donin, e dini, ato më donin shumë, ishin për mua, do të më mbështesnin gjithmonë. Dhe erdhi koha kur njëra prej tyre donte të kishte punën time. Ajo ndjeu se Perëndia I tha se mund ta bënte mësimin në vend që ta bëja unë. Dhe filloi të fliste me shumë gra të tjera, pa e kuptuar. Ato filluan të gjenin të meta tek unë, filluan të bënin thashë theme për mua, të thoshnin gënjeshtra për mua, dhe ishte një nga gjërat më të vështira që unë kam kaluar ndonjëherë në jetën time. Por mund t'ju them diçka? Po të mos e kisha kaluar atë, s'do të isha këtu sot. E dini pse? Sepse u besova më shumë se ç'duhej. Kisha vënë gjithë sigurinë time në to. Dhe Perëndia na do shumë. Tani ju lutem, mos e keq kuptoni këtë që po them. Por Perëndia na do aq shumë, sa që do të lejoj të na ndodhë në jetën tonë diçka që do të na lëndoj për një periudhë kohe, sepse ajo gjë do të na bëjë një person më të mirë në udhëtimin tonë. Sepse ja çfarë do të kishte ndodhur. Perëndia po bëhej gati të më ngrinte në nivelin tjetër në shërbes, sepse po bëhej gati të më thëriste jashtë asaj kishe, që të bëja këtë që po bëj tani, vetëm se fillova në një shkallë shumë të vogël. Dhe do t'i merja të gjitha ato me vete, dhe sa më lartë ngjiteni në shkallë, aq më shumë dëme do t'ju sjellin njerëzit që s'janë të vërtet ashtu siç duken. Kështu jeni falendërues që Perëndia ju shfaq disa nga dobësitë e tyre kur jeni këtu, dhe jo kur ngjiteni këtu lart. Amen. Mua mu deshën 3 vite që ta kapërceja atë gjë. Por po ju them se unë mësova të jem thjesht vetëm
të shkoja tek Zoti për atë që më duhej, dhe ta vija besimin tek ai, dhe ka marrë urtësi në lidhje me të qenit të kapur pas njerëzve. Po, ne kemi nevojë për njerëzit, ata janë të mrekullueshëm, kemi nevojë për miq, por ka një besim që i përket vetëm Perëndis. Dhe kur fillojmë t'ia japim atë dikujt tjetër, do të kthehet e do të na kafshojë. Ka disa shkrime të bukur tek Isaia 61, 3 vargjet e parë që më kanë shoqëruar për shumë vite të vështirë. Dhe dua të kalojmë pa kohë duke i lexuar sepse dalim përsëri tek prodhimi i fryteve. Isaia 61, 1-3, fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'u dhënë një lajm të mirë të përullurve, më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin të atyre që janë në robëri fizike dhe frymërore, hapjen e burgut të burgosurve. Mirë, unë isha një nga njerëzit zemërthyer dhe jam e sigurt se edhe shumë nga ju janë. Dhe Jezusi erdhi për njerëz që janë si unë dhe si ju. Ai erdhi për të shpallur vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes dhe ndëshkimit të Perëndis ton. A nuk ju pëlqen kjo? Perëndia është hakmarrësi ynë. Forca, Perëndia është hakmarrësi ynë. Dhe kur dikush ju ka keq trajtuar, nëse ju do ta trajtoni atë mirë, o Zot, o më ndihmo Jezus. Forca. A e dini sa e vështirë është të jeni të mirë me dikë që ju e dini se ka folur për ju pas shpine? Në këtë çast duhen gërshërët e krahasitjes. Një herë më ndodhi diçka që thjesht bën një mesazh të mirë. Dikush me të cilin bënim biznes, u jepnim në fakt shumë punë, ishte një kompani e jashtme, jo dikush që punonte për ne, por punonte me ne. Dikush më tha se ata ishin në një restorant dhe këta njerëz me të cilët bënim biznes ishin ulur pas tij dhe ishin duke më pjekur mua mbi prush. Po them thjesht, ajo është kështu e ashtu, e ajo s'është kështu e s'është ashtu. Mirë, dhe unë bëra planin tim. E po, ata do ta humbasin biznesin ton që nesër. Dhe unë do t'u them këtë, dhe unë do t'u them atë, dhe unë do të, e do të, e do të. Dhe Perëndia më tha, unë do të them çfarë do të bësh. Do të lutesh për ta e do t'u dërgosh dhurata. Mirë, dhe po ju them të vërtetën, doja kaq shumë t'u dërgoja anonimisht një kopje të librit tim, unë dhe gjua ime e gjatë. Nuk e dini sa shumë doja ta bëja këtë. Dhe kështu, unë vendosa, mund të ndjeja në minutën që i thash po Perëndis, ndjeva gëzim. E di që mund të duket marrëzi, por kur bëjmë gjën e drejtë, gjithmonë marrim gëzim prej saj. Edhe nëse është e vështirë, ajo sjell gëzim. Kështu, shkruajta një letër falënderimi, ku thosha se sa shumë e vlerësoja që bënim biznes prej disa vitesh dhe prisja një të ardhme të bukur së bashku. Dhe u dërgova disa karta dhuratë për në restorante, vërtet doja shumë t'u dërgoja karta për të ngrënë tek restoranti ku kishim folur për mua. Dhe unë, mishi im, po kërkonte një mënyrë çfarëdo që të ishte ajo, që t'u tregoja atyre se e dija. E po nëse duhet të jem kaq e mirë.
Dua që ata ta dinë se unë e di se çfarë kam bërë, dhe pra po tregohem shumë e sjellshme. Po jo, Perëndia s'donte asnjë nga këto, unë duhet të bëja atë që ai më tha. Por thelbi është tani, më dëgjoni kur t'ju a them, në çastin që e bëra këtë, unë isha e lirë. Kur e bëjmë këtë, njerëzit s'mund të na lëndojnë më. Sepse dëgjoni sekretin që gjendet tek Romakëve 12:21, mundet të keqen me të mirën. E mundim të keqen vetëm duke vrarë me të mirën. E keni dëgjuar shprehjen, ti vrasësh me mirësi. Ai erdhi për t'u dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për t'u dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar. Dhe vazhdon të thotë, me qëllim që të quajnë në lisa të drejtësisë, mbjellja e Zotit, pemë që prodhojnë fryte të drejtësisë, mbjellja e Zotit. Kështu Perëndia do që t'i marrë njerëzit që janë keq trajtuar dhe janë tallur dhe lënduar dhe abuzuar dhe përdorur dhe t'i shërojë ata. Por ai nuk do që të na shërojë dhe ne të rrim kot e të ndihemi mirë. Ai dëshiron që ne të mësojmë t'u japim njerëzve të tjerë atë që ai na ka dhënë ne. A jeni duke më dëgjuar të gjithë tani? Mos e përçmoni qortimin e Perëndisë. Kërkojini atij të merret me ju. Unë ju sfidoj t'i kërkoni t'ju krahasit. Nëse doni, kërkojini të filloj me degët e vogla. Si thua për ndonjë prerje aty këtu, Zot? Jo ndonjë gjë të madhe. E dini ç'dua të them kur them Perëndia duhet të pres gjërat e vdekura nga jeta juaj. Në rregull, shpesh kur jeni të zënë, jeni me gjëra të vdekura. Po harxhoni kohën me gjëra që s'kan jetë brenda tyre. Forca. Uleni për drekt me njerëzit që punoni dhe i dëgjoni ata të ankohen e mërmërisin për vendin e punës dhe të bëjnë thashë theme. Ju po e harxhoni kohën për diçka të vdekur. Dhe Perëndia do që ju të mos bëni më gjëra të vdekura, ai do që ju të jetoni për të, ta lavdëroni atë. Perëndia ka diçka të mrekullueshme që do të bëjë në jetën tonë. Por ne duhet të rënjosemi tek ai. Nuk shërohemi që thjesht të shërohemi, shërohemi që të ndihmojmë njerëzit e tjerë. Dëgjoni, unë e di se kjo që po bëj e zemëron djallin aq shumë sa nuk duron dot. Nëse mendoni se armiku po ju ndjek pas, bëni diçka të tillë. Sepse Perëndia më ka shëruar mua. Dhe ai ka bërë gjëra të mahnitshme në mua. Dhe besoj se mënyra e vetme për t'i kthyer djallit atë që më bëri në fëmijëri është të ndihmoj sa më shumë njerëz që të kenë mundësi. Kështu, në vend që të rini kohë duke qenë të hidhur për gjithë jetën nga që keni pasur fillim të keq. Dëgjoni, nuk ka shumë rëndësi fillimi, por përfundimi. Amen. Dhe jam këtu që t'ju them, se pavarësisht se çfarë nuk keni, ju keni Perëndin. Dhe për sa kohë të keni atë në krahun tuaj, ju dhe Perëndia së bashku mund të mposhtni çdo gjë në jetën tuaj. Çdo gjë. Perëndia ka një plan të mirë për secilin prej jush. Askush nuk është në pus aq të thellë sa që Perëndia të mos zgjatet e të mos e nxjerrë. Askush s'ka mëkatuar aq sa nuk mund të falet.
Unë dua të më dëgjoni sot. Nuk jam unë ajo që po ju predikoj, Jezusi është ai që po ju flet në këtë takim. Dhe ai do që ju të dini se është Perëndi i fillimeve të reja, Perëndi i fillimeve të reja. Harroni çdo gjë që keni lënë pas dhe filloni një të sotme të re. Kjo është dita që Zoti ka bërë, unë do të ngazëllehem për të. Mos e kaloni të sotmen në depresion për shkak të së djeshmes. Amen. Jini pemë që prodhoni fryte të drejtësisë. Merrni sot vendimin se do të filloni të bëni një lloj tjetër lutjeje, jo thjesht Perëndi më jep, më jep, më jep, më jep, më jep. Dua që ti të bësh këtë. Jo, lutuni që Perëndia t'ju tregoj dikë për të cilin të bëheni bekim. Mund të filloni në pushimin e drekës. Ndoshta shihni dikë që duket i trishtuar, apo përdorni aftësinë dalluese. Ndoshta mund të jetë dikush që ju mund ta vini re dhe shkoni e inkurajojeni. Ngrini humorin. Ndoshta mund të blini një libër për dikë. Blini 4-5 libra dhe kërkoni njerëz që t'ju a jepni. Për çfarë po qeshni? E kam seriozisht. E dini, ishte një burr dhe ai aktualisht punon në skuadër tani, por vinte në takimet tona dhe ai vinte në çdo takim. Dhe ajo që bënte është se blinte broshura dhe pastaj u jepte njerëzve. Dhe vishte një pardesy ushtarake. Dhe ndonjëherë ai tremte njerëzit ata. Dhe e dini, ka shumë gjëra që ju mund të bëni, prandaj mos rrini kohë duke ndjerë keqardhje për veten tuaj. Ka shumë mënyra, edhe të vogla, që mund të bëheni bekim për njerëzit. Mund të përfshijnë para, por edhe mund të mos i përfshijnë parat. Pavarësisht se sa të lënduar jeni, është dikush tjetër në këtë sallë që është lënduar më shumë se ju. Perëndia do t'ju thotë diçka sot. Ai ma tha mua një herë, Joyce, kujdesu për punët e mia dhe unë do të kujdesem për të tuat. A mund t'ju jap të fjalë sot? Kujdesuni për punët e Perëndisë. Dhe ai do të kujdeset për tuajat. Amen. Perëndi më tregoi kë mund të ndihmoj. Më ndihmoi të eci në frytet e frymës. Më tregoi që mund të bëj që të shërbej ty. Meru me mua, Jezus, nxirr gërshërët e krahasitjes dhe më bëj siç ti do që të jem. Jo ashtu siç dua unë. Së fundi Bibla thot, tek Hebrejve 12, mos e përçmoni qortimin e Perëndisë. Duhet të na pëlqej kur Perëndia merret me ne. Duhet pa kohë deri aty, por po ju them tani. Kur ndjej qortimin e Perëndisë në jetën time, kur ai më bën të ditur se nuk i pëlqen mënyra si po e bëj diçka, unë tani jam shumë mirënjohëse që Perëndia më do aq shumë, sa që nuk do të më lërë të mbetem në rrëmujën time. Amen. Kur Perëndia vëgishtin mbi diçka në jetën tuaj, mos mërmërisni, falenderojeni. Faleminderit Perëndi që më do aq shumë sa më të roqe vëmendjen për këtë. Tani po të besoj ty që të më ndihmosh ta mposhtë këtë. Mirë, kur jeni pikërisht në mes të diçkaje që është shumë e vështirë, nuk është gjithmonë e lehtë t'i besoni Zotit. Apo të prodhoni fryte të mirë. Ndonjëherë ju thjesht doni të risheni e të fshiheni dhe të ndjeni keqardhje për veten. Por kujtoni, ne nuk i kalojmë sfidat me forcat tona, por duke u mbështetur plotësisht tek fryma e shenjtë. Kjo është ajo që bën ndryshimin. Dhe është e rëndësishme të vazhdojmë të bëjmë të mirën edhe atëherë kur jemi në mes të gjërave të vështira. Bibla thot tek Psalmi 37. Beso Zotin dhe bëj të mirën. Beso Zotin dhe bëj të mirën. Më pëlqen kjo, është e rëndësishme.